Përshëndetje të nderuara zonja dhe përshëndetje të nderuar zotrinj. Ja ku jam sot pranë jush për të sjellur një histori shumë të dimshme. Një djalë shumë të bukur, i cili vërtet është bekuar nga Perëndia të jetë një princ. Por jo një princ si të gjitha të princat e tjerë, por një princ i cili çdo ditë lufton me jetën e tij për 2 dekada me radhë në koma. Historia e tij është bërë e njohur nëpër të gjithë median sociale, bëhet fjalë për princin e Arabisë, i cili për 2 dekada me radhë është në koma pa u zgjuar fare. Dhe vetmja gjë që ka lëvizur nga princi është vetëm gishti që princi e ka luajtur për 2 dekada. Unë jam munduar që historinë e këtij princit ta përmbledh në disa fjalë dhe do t'ju sjell juve shpresën e madhe që këto prindër besojnë në Krijuesin se një ditë ky djalë do të ngrihet në këmbë. Në një qoshe të heshtur të një dhome spitali, larg zhurmës së botës, pulson një zemër që prej më shumë se 2 dekadash nuk ka ndalur së rahuri për jetën. Është zemra e princit Al-Waled bin Khaled bin Talal, të njohur për të gjithë botën arabe dhe më gjerë si princi i fjetur, një simbol i rrallë i durimit, shpresës dhe besimit të palëkundur në mrekulli. Kanë kaluar plot 21 vite që nga i momenti tragjik në vitin 2005, kur një aksident automobilistik në Londër ndaloi papritur ëndrat e një djali të ri, që e kishte gjithë jetën përpara. Ai që duke ecur krenar për krah familjes së tij të njohur saudite, sot pushon në një gjumë të gjatë, të pashpjegueshëm, por jo të haruar. Çdo vit, çdo muaj, çdo ditë dhe çdo orë, nëna e tij, princesha Rema Bil Talal, i qëndron pranë, duke e mbështjell me lutje, dashuri dhe shpresë të papushuar. Në 36 vjetorin e lindjes së tij, me 18 prill, rrjetet sociale shpërthye në një valë mesazhesh plot mall, për kushtim dhe dëshirë për mrekulli. Në një botë ku haresa vjen shpejt dhe emocionet veniten, historia e princit Al-Waled qëndron si një dëshmi e gjallë se dashuria e vërtet dhe besimi në Zot nuk shuhet kur. Nëna e tij, e lodhur por gjithmonë e fortë, postoi në një fotografi nga fëmijëria e tij e ndritur, ku ai buzëqeshte plot jetë. Krahas imazheve më të fundit, ku ai qëndron i shtrirë, i ngrirë në kohë, por kur i larguar nga zemrat e atyre që e duan. Fjalët e saj, të thjeshta, por të mbushura me një dashuri të pakufishme, prekin çdo shpirt. I dashurim, Al-Waled bin Khaled, 21 vite pas aksidentit ti mbetesh i pranishëm në zemrat tona dhe në lutjet e të gjithë atyre që të duan. Zoti im, shëroj atë. Kjo është një nënë që nuk ka reshtur kur së besuari, një familje që nuk është të dorëzuar, një popull që çdo ditë lutet për një çudi. Për shumë njerëz, Al-Waled është bërë më shumë se një princ. Ai është një shpirt që sfidon kohën edhe ligjet e natyrës, një kujtesë se edhe në errësirën më të thellë, drita e shpresës mund të vazhdojë të ndriçojë. Dhoma e tij është një faltore e heshtur, aroma e luleve të freskëta, tingujt e recitimeve kuranore që
mbushin ajrin dhe duart e nënës së tij që përkëdhelin butësisht dorën e tij të ftohtë. Por gjithmonë të gjallë dhe të guximshëm. Është një botë brenda botës, ku orët nuk maten me sekonda, por maten me lutje. Ata që vizitojnë shpesh thonë se her pas here, ai jep shenja të vogla. Një lëvizje e syrit, një dridhje e lehtë e gishtave, ku për familjen dhe për të gjitha ata që ndjekin historinë e tij, këto janë shenja të jetës që ende pulson me vendosmëri. Një thirrje e heshtur që thot, jam këtu, mos më harroni. Në një botë ku gjithçka ndryshon me shpejtësi maramëndse, historia e princit Al-Waled mbetet e njëjtë, por jo pa ndikim. Çdo vit që kalon ai na mëson diçka më shumë për durimin, për kushtimin dhe fuqinë e një dashurie që nuk njeh kufi. Ai është dëshmia e gjallë se ndonjëherë jeta nuk matet me sukseset që i arrim, por me përkushtimin që tregojmë ndaj atyre që kanë nevojë për ne. Në ditëlindjen e tij të 36, mijëra zemra u bashkuan në një lutje të vetme, për shërim, për rikthimin e një djali në jetë që i është mohuar prej shumë vite. Lutjet për princin e fjetur mbushën qiellin si yje të panumërt, duke ndriçuar rrugën e një shprese që nuk vdes kurrë. Princi Al-Waled, Khaled bin Talal, një emër që sot është sinonim i forcës, durimit edhe besimit. Një princ që ndoshta nuk mund të flasë me fjalë, por flet me praninë e tij, me historinë e tij, me ndikimin që ka pasur në miliona shpirtra në të gjithë botën. Në heshtje ai vazhdon të luftojë, në heshtje ai vazhdon të shpresojë dhe në heshtje një botë të tërë vazhdon e lutet për të. Në fakt, unë lutem me shpirt edhe me zemër që ky princ të kthehet pranë prindërve të tij, me këtë guxim të madh që 2 dekada, 21 vite, po rinë çdo ditë spitaleve, po rinë çdo ditë me lutje dhe me një besim të paimagjinueshëm tek Zoti se një ditë do të bëjmë mrekulli. Dhe unë jam i bindur që krijuesi jon i dashur një ditë do të bëjmë mrekulli për këtë familje, sepse është një familje që nga historia që ne shohim, pa marrë parasysh që kanë një super pasuri dhe pasuria është dhënë për këtë djalin, por me pasuri mund të blejmë çdo gjë, por jo jetën. Këtu han buka jo thënie. Kjo familje beson fort te Zoti dhe unë e di që në vitet të afërta, dhe jam shumë i bindur, Zoti do të bën mrekullin për këtë djalë.